Ndërhyrje në lidhjen e rjetit të ri të ujësjellësit me rjetin ekzistues po kryen aktualisht në disa pika të ndryshme të qytetit të Vlorës. Kreu i ujësjellës kanalizime Vlorë Ermal Murati gjatë inspektimit të punimeve ka theksuar se projekti për furnizimin dhe shpërndarjen e ujit ka avancuar ndjeshëm. Sipas tij, këto ndërhyrje janë të rëndësishme për të testuar funksionimin e rjetit të ri. Punimet kanë sjellë dhe ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë, kryesisht gjatë pasdites së të martës. Ndërhyrje të tilla priten dhe në ditët në vijim. Sipas Muratit, sfida kryesore mbetet përballimi i sezonit turistik dhe sigurimi i furnizimit normal me ujë gjatë kësaj periudhe, duke pasur parasysh rritjen e ndjeshme të numrit të turistëve në Vlorë. Projekti i ri në qytetin e Vlorës për sistemin e ri të furnizimit dhe shpërndarjes ka arritur dhe ka avancuar. Aktualisht jemi duke bërë ndërhyrjet për lidhjet e rjetit ri me rjetin ekzistues. Është pjesë e projektit e parashikuar. Sot jemi në disa pika të qytetit. Ndodhemi këtu në zonën e Çipajve, njëkohësisht është edhe në zonën e Çolës dhe një pikë pranë në qendër qytetit, pranë bulevardit. Këto pika janë më së të rëndësishme për të bërë lidhje të tyre me rjetin ekzistues, pasi do japi mirë funksionimin e sistemit shpërndarjes dhe furnizimit me ujë qytetarëve. Ne kemi bërë njoftimet, kemi respektuar gjitha standardet, duke filluar nga dita e diel 48 tetor dhe ditën e djeshme. Qyteti parashikohet vetëm për ditën e sotme. Nuk është herë e parë që kemi të tilla ndërhyrje dhe të tilla do vazhdojnë. Ne kërkojmë ndjesë qytetarëve për këto ndërprerje, por jemi detyruar për t'i dhënë zgjidhje një herë mirë furnizimit me ujë në qytetin e Vlorës. Vlora po merr një zhvillim, dihet projekti, turizmi, është një nga sfidat tona për të menaxhuar më së miri furnizimin me ujë për gjithë qytetarët, hotelerin, turizmin dhe presim të kemë zhvillime të mira duke parapasapi gjitha ndërhyrjet që do bëjmë për projektin e Vlorës. Murati ka bërë të ditur se shumë shpejt një nga zonat do t'i nënshtrohet testit përfundimtar të rjetit. Projekti është parashikuar të përfundojë në fund të vitit 2026. Megjithatë, një tjetër sfidë mbetet mbyllja e rrugëve dhe asfaltimi i tyre në kohë për sezonin turistik, duke u koordinuar dhe me projektet e tjera infrastrukturore në qytet. Ne do të vijojmë hapasapi. Mendojmë se shumë shpejt një nga zonat do të jetë pjesë e testit njëkohësisht për të furnizuar me rjetin e ri shpërndarës. Duke parë ecurinë e këtij testi, i cili është shumë i rëndësishëm, do të vijojmë edhe me zonat e tjera. Vetëm kështu mund ta çojmë para këtë projekt, duke koordinuar pak edhe me firmën, njëkohësisht edhe ujësjellësi, për të menaxhuar dhe lidhjet me nyjet ekzistuese dhe rjetin e ri shpërndarës, njëkohësisht duke vënë eficiencë në funksion investimet e kryera në zonat caktuara. Do shikojmë hapasapi sepse nuk është një projekt i thjeshtë, po flasim që prek 70% të qytetit Vlorës, 70% të popullatës. Njëkohësisht projektet kanë një veçori sepse janë të integruar dhe me projekte tjera paralele. Ky projekt nuk parashikon vetëm sistemin e shpërndarjes, ne kemi një nga objektivat tona kryesore një herë të mbyllim problematikat e rrugëve të çara dhe të asfaltohen për mos ndikuar në trafikun dhe në fluksin e madh të turizmit që kemi duke filluar. Vlora fillon shumë shpejt që nga prilli deri në tetor, nga eksperjenca e vitit të kaluar. Projekti parashikon dhe sistemin e ri të pompave. Duhet ta dimë këtë pjesë dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, të cilat janë instaluar. Parashikon dhomën e re të komandimit të depos qytetit, ku do ketë një teknologji moderne për operimin e saj, parashikon dhe një sistem të ri SCADA për monitorimin e gjitha anomalive, problemeve apo flukseve të kërkesës për ujë në qytetin e Vlorës. Kjo ndërmarrje që të eci përpara duhet të rrisi pozicioni financiar i shoqërisë, është temë mas e ndikuar nga të ardhurat dhe nga arktimet. Të kuptojmë që ky është një investim nga qeveria gjermane dhe shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare, njëkohësisht nga krau tjetër ne tregojmë dhe forcat tona si ujësjellës për të përmirësuar pozicionin e saj financiar që të bëjmë investime me fondet e ujësjellësit, jo të ngelemi gjithmonë të varur vetëm nga investime që mund të vinë nga donatorë ndryshëm apo nga vetë qeveria shqiptare. Kemi disa nisma, kemi disa projekte që havën eficiencë, përfitojnë nga rasti te zona Partizani Karabashi ku është vënë linja e re furnizimit, kemi pas disa anomali aty ku ndodhen abonent me 2-3 linja, neve jemi detyruar që të disiplinojmë të sistem, të faturohet për konsumin real të tij, e njëjta gjë është edhe tek zona e plazhit vjetër dhe aty do kemi një aktivitet për demontimin e linjave të vjetra dhe përdorimin vetëm të linjave të reja. Janë disa gjëra që duhet ishin bërë me kohë, por tani kemi dhënë një shtys ndërmarrjes e vetes për ta çuar para këtë situatë.
Projekti i riu i sjellësit pritet të japë zgjidhje përfundimtare furnizimit me ujë në qytetin e Vlorës, i cili po përjeton një zhvillim të vazhdueshëm në sektorin e turizmit.